Ivane, evo zašto mi se sviđa lov. Lov je kao politika. Ali oba dve ima samo jednu pravilo. Ili ubi, ili ćeš biti ubijen. Samo politika ima samo jedan stvar. Treba da čekaš. Da čekaš. Ivane, čekanje je za ljudi koji nemaju snagu. Ja ne čekam. Hajde be bablujna. Spuszczaj pak, bab. Spuszczaj be mali kafir, tash kthejm. Okej, babo. Hej, bukurash. A i ndrojnë balonat? Oggi kam e marru diçka për ty. Të ka pëlqy? Po, shumë. Ç'i ki emri? Edli. Një besniku. A që besnik? Edi! Edi! A je mirë, bab? Ha? Ata në kësana? Ndoha që keni njeri këto. Bile për hatër të kove vjetra, ku marrë një bit mirë sëllë. Ta bën shoku dhuratë sonte, shko knaqë me ta. Edhe ti shokët kanë ja bojnë një. Ama ato nuk pinë ujë. O duk djali, nuk kam nevoj për kësi dhurata. Të mje. Na ta shpoqohemi, e na shihemi prap. Vim këtu. Rriver burë. Këshëra një herë. Asa një t'jasë.
Këra Linda. Lind. Tik. Tak. Tik. Tak. Tik. Tak. Tik. Tak. L'amor. L'amor. Tic. Tac. Koha jote po afrohet flamor. Tic. Tac. Tic-tac, flamur. Sam? Flamura e mirë. Sam? Ma pa na onë rëkeqja shoku. Mirë jo. A të shkoj të api duja të që këfillo. Mirë jo. Mirë. Linda, qysh është ai? Mirë, shoqër nuk ka nevojë për qepje. E ti? Jo, se nuk kam nevojë për qepje. Veç pa gërvishje, kur çdo tjetër. Ti? E mirë.
Ka kohë që dikush nuk më ka pyet a jam mirë. Je mirë. Duhet edhe pak me pastru. Veç ti marrë do Paloma. A po do na i kafe, na i qaj? Jes, për nuk u gjo. Në regull jam. A ke do po na i ondra? Po që u trajmë që të në kongjëm. Nuk po digze. Në sta po e kom kryat njeri. Kom fillu edhe vetë me menu që kom fillu më qmend. Ashta keni drejt jo, që si jam mirë. Ashta për një mes jam mirë. Po s'po di qka me bo. Nuk po di. Flamur, ishin sendot me dite. Por që ato që ki nevojnë a ki neve mas, ki familjen tonë, Flamur. Veç dhe të me nalë ju me të një mu, Flamur, ju në refuzu, për ndryshën nuk përdi shmuj me të një mu. Qysh tani me më një mu, gëzim? Po s'me më thonë që aj njeri nuk e eksiston. Qa me më thonë? Mujmë, Flamur. Mujmë edhe shumë bile. Ke të dima si një senër që ke kalu ti normal që mund është me pas probleme. Ti nuk je vrasës. Po, ti e ke vrani njeri, po normal që mund është me pas pasoja mas kësaj, po ti nuk je një njeri. Vras. Gjithat vras jom, gëzim. Jom vras. Jo, Flamur, nuk je. Ti ke këthy ndirë në kësaj familje, Flamur. Ti na ke kaldu që e në gjendje me po. Ti na ke kaldu sa shumë e dënë që të familje, Flamur. Ti na ke mojt gjallë, kur kemi minu keq që s'ka me pas asë një tarme për qëtë familje. Ti edhe vdekin në Shqipi se ke lanë, pa ndërshkem edhe që ke nuk të banë brasë, Flamur. Muj me të ruma që të qenja. Që të punë mos besimi. Beson që s'po muj me ditë mi do gjanat prej realitetit. Unë e besoj që gjanat që po menoni jo që nuk eksistojnë, unë jem të i pa që i eksistojnë gëzim. Shumë kisha pas qef më konë që shpo menoni jo. E jo që ka për shumë. Se asë s'po mund është me kanë që gjendje, Flamur. Hajde kitë bashkë ku që më përgjejmë në zgjidhje. Kem nevojë për ty, për Flamur? Fëmija tu ka nevojë për ty. Albunja, nana, baba, ketë na, Flamur. Qka po thu me bogëzin? Se për një me jam lodhë, shumë jam lodhë. Pa beson, me ardhen e Luanit me Nova që gjanat kanë më regullu sa dhe pak. Kemi gjetë pak normalitet. Nuk zgjati, ndryshoj gjithçka. Nuk shkoj që shpata qefur. Qka po thu ti me po? Nashta o kanë mirë, mas parë me luftu ti me vetën tonë, Flamur. Mos me kështu shumë me menjë se punë. Nuk për di qka konkretisht, po është mirë nështë me shku me gjetë në i kanë, me full, nështë në një manë, Flamur. Po ti, Flamur, më shku me këshyrë, ka plot rase, ka njerë si merën me qështë të punë. Kur se këm di që një i qmendu me pranën që është i qmendu. Nuk i qmendëm, Flamur, thjesht tu kanë shfaq shumë probleme për njëherë. Qka jam gëzim? Qka është një njeri që i shet gjana që nuk eksistojnë? Qa është e njeri? Nëse mu i mi thonë njeri? Ajo që ke përjetu, Flamur, ti mas gjithë aty në senë, nështë i do është shumë ma keq me kanë sa që jetash. Qëse
Unë e gjana që po i shoh ato janë reale. Flamur, Sot më shfaq prap. Para thmive. Para Edit kësim. E njeri jo të lujt me mu. po më kalcoj Edi sa që u ka afru dikush me dhe baluna. Ashtu kam pala që Flamur, njerë si merë me baluna. Kogja nata, Kogja. Kam thanë se nuk i di se që ka të pret. E konzën kaderi. Shumë që ka kisha menu që kanë mendohë sonte. Ama, këta jo. e di. Nuk më kallëzove më shumë për të. Nuk patëm kohë në ashtu për që të. Linda. Ajo është si motra jem. Në fakt është qika gjëtem. E unë e njëm më mirë se kushdo tjetër. Qysh, po menon si motra jam. Kur më kam vdek prindrit, Agja e më ka marrë në shpeti. A i më ka rrit jetën. A i më mësoj krejt gjanët. Që dikujt ja ka mësu baba vetë. Po mu, a i më mësoj qka është puna, nderi, burnia. Edhe Linda është konë motra jem. Jo prej gjakut, po prej shpirtit. Kur vdiq Agja, gjithë që ka ndryshoj. Ajo mbet vetë, e unë fillova me u marrë me punë të rrugës. Dyqysh e ndjeva sikur për detyrë më rëburë me zavendësu Agjen tem. Që me mbaj në gjallë gjithë që ka në kamë. E sa më shumë që luftojsha për me rujta që e kalon Agje jem, aq më shumë e largosha Lindër, për ditë më largë. Derisa s'tisha ma se ku është, çka bënë. Do me thonë, ti se ke di që ajo ka përfundu qasi veni. Se kisha mendu kur. Jo. Linda u kon e pastër, e urt, kur nuk e ka ngrizanin. Ka lexu shumë, është konë e dashuruar mbas mësimit. Se kam imagjinu kur që jeta ka mujt me ndryshu drejtimin ashtu. Kur e pash sot, kretë bota më rambi kry, sikur e tratova Agjen tem, sikur ja kam lojnë qikën pa mbrojtje vetë. E di që ka do me thonë me një njeri që e rrit, që ke hangër bashk, që ke pi bashk, që ke boj gjana bashk. E sa të she, ndurët ati dukës, si madh. Mondok, edhe ajo unë një qështu si ti kur po ty. E ka një njëtin sen. E ndjehu, jeton e ndjehu. E ndjehu edhe të bili shumë. Ajo s'foli, po sytë e saj folin shumë. Nuk e di. Në të qase kër unë pa am ka urry, apo ka lyp ndim me pështu. Po e di që sytë e saj më kanë ndjek shumë. Ma shumë se gjdo goditje që ka mujt me marrë në herë një jetë. Trem. Tash, ki ko me rekuperu këtë gabimet që i ki bo me ta. Nuk e di. Nuk e di e nga bime që rekuperon apo jo. Shpresoj sa do pak mi rekuperu ato që kanë bet pak. Ajo gjithë një e ka urrejt punën e babës saj. Agje tem. Ma është përgjëru, jeton,
Më është lut nga thellësia e shpirti që mos me vazhdu unë punën e babës saj. Po unë thjesht e vazhdova, pa e mendu 2 herë. Qa ki njët me bon tash me ta? Nuk e di. Veç e di që nuk muj me lon ashtu. Nuk muj me lon durët e njerëzve si duka. Hej, a gjem ka rri gjatë gjithë kohës të më thonë, duhesh mu kujdes për lindën. E unë qka kam bu për ta? Kur gjo? A më tash ajo fjallë s'ka më dalë prej mendjes dhe as prej zemrës kur. Trem. Unë kim rapa për gjithë shka. Jo veç lindën, edhe neve na ki si familje. Dy veta. 2. Alo, s'po muj me besu që ka ndodhë. Me orë 2 veta. Lokal tem e më mra mu. Kush? Trimi. A dini që ka do më thonë kjo për mu? Po shtnime. Ka mra në lokal tem mu. E me gjithë ta njerës të mi. Nuk kena mujt me inat 2 veta. Alo, ma ke që kanë morë qiken. Lindën. Duk, na kem pa pregadit. Ti thes që e ki shok Trimin. Edhe deri Raguna, gjithë shka ndodhe shumë shpejt. Shire gojnë! Shire! As një lap nuk po du me një mo. Kjo punë nuk përfëndon këtu. Ose na nuk jena të zotë mo për as i sen. Tani neve mund më na hi kush do në lokal. E më na rrejt qysh s'kan qef. Qka po thumë me bon, pro? Na të gatë shumë njim. Qka të na thu? Qysh qka? Qysh po mund është më mbejt qka? A nuk i erdi noti ju e heqa? Më na orë 2 veta në lokal. Më na i morë buken. Më na i morë mallin. E ti po ki këtyr, halo më thonë qka me bo? Po thëmë, jo punë nuk përkundon këto. Duhet me marrë dhe shtrimi kujna i ka ronë lokal vetë, edhe kone ka prej në besë. Edhe lindën, rap e du këtu, dhe te merë vesh aj, edhe plot do tjerë, qka është e jonja, është e jonja. Edhe gjallë derdhëm nëse është nevoja për këtë punë. U kry Duk. Besoj e di kur rrit Trimi. Marr informata shumë shpejt. Qënë të ardilni? Hiq më në sysh. Trim Dreshi. Gabimin më të madh të jetës tonë e ke bo sonte këtu. E ta shka? Nuk e di. Nuk është ide e mirë që erë këtu në depot vjetër. Po menova në ashtë këtu është më sigur se mi që ka kohë se s'ka marrë këtu në depo. Edhe të gjithë e din që nuk e përdori ma. Po thu që tashmë dhe pas në e përgjigje për ati Dukës. Ai nuk falje tën. Duka nuk harron. Ai nuk e do drejtsin, po frikën. Nëse nuk friksohesh, ai ka marrë me të vra deri sa ta fiton frikën tane. Ai kështu funksionon. E njoh mirë se kam punu bashkë me ta. E aq shumë inati ka,
që i ka orë për një njeri si unë. E tash, ati i duket që unë e kam prej në besë. A i nuk i këshyrë punën tjetër. Gabimin e vetë me lindën. Ti nuk e provokove. Ti kur gjë si the ati, a ja nici vetë i pari këtë farë pune. E di, po nuk është ka që logjikshëm ai kështu. Po unë e kuptova, që ndryshe me ta nuk mund është më marrë vesh për kësi punë, edhe i priva i pari. E si kur ti kishim thonë edhe pak kohë, nuk kishim mujt me dalë gjallë për ati vendi. E tash, para njerëzit vetë i rash. E po shnova, një njeri si Duka, që hala kur kush me dorë se ka prek. Për këtë, jo që është goditje për Dukën, po është vdekje. A i tash nuk e lyp hakun me fjalë, po me gjak. Dhe besëm që Duka kur fillon me lyp dikan, nuk është puna mirë. Ai është në gjendje me bojt gjithë qka, edhe pasurinë e vetë me shkëri. Veç me orë këtu e me ja këthy vetë nderin. Nderin? Qëfar hamam nderin më rëkoj që mirët me asi punë? Tjetra, ti ke këthy nderin tanë. Këtë nderi ke këthy për lindën, për agjën tanë. O të thash, ai nuk është ka qik fjellë si kur ti që po mendon. Ai tash ka me punu me inati. Pra, po i bjen që ai ka marrë dhe më hakë marrë për shtë që ka ndodhë sonde, a? Po e di. Po nuk është në pyetja vjen, po kur vjen. Ai vjen me zhurë. Ai vjen me botë madhe këtë punë me ja kthy namin vetit. Në farë mënyre me i friksu edhe të tjerë, me i thonë se çka ju ndodha edhe ju nëse e bënit njëtin gabim si trimi. Ja një mirë jeton o djalë. Edhe frimarrin ja një. Edhe mënyre se si funksionon tash. Ai tash ka menu për mua, e ka bën një zgjedhje. Edhe besoj që zgjedhja e tij nuk ka me përfundu pa gjak. Pra, puna ka gja fjallë për të. Çka dojna me bo? A kina ide, a kina i plan, qysh kina më ballafaqu me këtë farë Dukën? Jeton, ti nuk i qka përzihesh këto. Ai nuk lyp ty, pa mu. Ti ki familje, ti ki njerëz që të presin. Kurse unë nuk kam kur gjë që ka me humbë, ma. Kështu që du më tërheq. Ja, Trim, nuk ka ma vetë. Nuk është të thjesht me thonë dikujt je pjesë e familjes. A fjallë që këna thonë asaj fjallë i rrim rapa gjithmonë. Unë edhe me dash me të lanë vetë, këtë farë punë e ty, jam i bindur që kur shkaj në shtëpi baba jam s'ka me bla me him mrena. Ti je pjesë e familjes të unë tash. Jeton, ngom. E di edhe besoj të fjallë që keni thonë se edhe unë jam pjesë e familjes juve. Ama familja boll ka po deri tash. Shumë ka përjetu. Nuk është nevojë me pa edhe një kësi problemi tjetër. Kështu që as ti, as familja nuk keni nevojë mu përzi kësa herën këtë problem. Ti e din që na nuk jem enjoy. Pas nuk jem ata që ikëm besës. Na jem familja Ahmet Gashit. E familja nuk e lën njërin e vetë, kur. As kur përballet me Dukën e as me Dekën. Ti m'ki mrapa mu çdo sekond. Atëherë po dashka me ndru edhe unë mbi emrin. Me Bogashi. Pak rëndësi ka kjo. Rëndësi është që ti i barabart nga familje si unë. Faleminderit shumë Jeton. Dije që edhe unë jam i gatshëm edhe me vdek për familjen nëse më kërkohet. Nuk janë këto veç llafe. Po e tha me zemër të plot. Ti lajmë të fjallë të Trim. Po të qyrim çka po bojna me Dukën. A është nashta ma mirë me kry këtë farë punëve që në ti, mos po përshi familja. Po, gjithçyr do të me gjenë një mënyrë me bë diçka. Po s'kisha pas që me përzi familja një herë. Edhe një ditë tjetër kaloj. E unë alo këtu, tu prit diçka që ndoshta s'ekziston. Amo jam lodh. Sytë më janë lodhë prej kërkimit, e shpirti prej dyshimit.
unë e dje e pash prap. Ke afer fëmijëve të mi. Si kur të ndë me më tregu që mundet me prej kurtën. Nështa ishte truni jem që ma kryej këtë pamje. S'po di mu. S'po di se më lodhë. As vetë s'po di mua ka qeni gjalla, a truni jem e ka shpik nga faji, nga gjitha jo që e ka majtë brenda vetës. Familja s'po më beson, se po i ndjej sy të tyne kur më shikojnë, e më folin botë si me pas keqardhe për mu. Vallone nështë e kam lodhë, se nështë ata kanë drejtë, pas po ti. Ama jo që ti është se nuk po tu më kështu. Nuk po muj më me jetu në dyshime, në dy botë, në kalollë se shka. Po nëse aj njeri s'ekziston, atëheru nuk jam mirë. Nëse ekziston, atëherë krejt kjo shpi është në rrezik. Në dy rastet, nuk ka qëtësi për mu. Ka vite që jeci kështu, vetëm. Në fillim me ndajsha që po ndjeki ti kë, tash e di që kejtë kohën po ndjeki vetë vetën. Hakmarrja s'është drejtësi, është se mundje që të mbanë gjallë, veç për me të vranë nga dalë. E prap, nuk muj me nda prej saj. Aja është ba fryma ja. Petar, e di që dita jote po afrohet, çdo hap që e baj, me duket sikur më afron edhe një copë më shumë të fundi yt, apo të fundi jam, se di më. E që ndjej, diçka po mbyllet. Kom humbur shumë për më ardhur deri këtu. E tash që jam afër, po e ndjej edhe peshën e çdo jete që ka rënë këtë rrugë. Njerëzit mendojnë që hakmarrja t'jep qetësi, po s'ka qetësi këtu më në këtë rrugë. Ka vetë gjak e kujtime. Edhe kur fiton, ndihesh i zbrazët. Sepse ajo që dën, ajo nuk kthehet më. Po unë nuk kam zgjidhje tjetër. Etari ma mori femirinë, familjen, gjakën. Ma la vetëm o rejti. Edhe kjo rejti tash është e vetmja që më kam betë. Kur ta gjej, nuk po kërkoj drejtësi, po kërkoj fund. Fund për mu, fund për të. Sepse dikush duhet me i dhonë fund këtij mallkimi. E se duhet me o djegë dhonë me ta, le të ndodhë. Mjafton që ky mallkim të mos kaloj të ata që vinë pas nesh. Jam afër, e ndjej. Do shto për herë të parë, kjo rrugë ka fund. E nëse fundi jam është edhe fundi i ti, atëherë ka vlerë çdo hap. Presha t'je largë të vrejsha që i ke ki fellë diçka. Një e mirë, po nuk është të menu diçka veçantë, sa në të zakonshme. Po, të zakonshme. I di mirë në këto të zakonshmet e tua. Shumë mirë i di. Ti veç sa në të zakonshme nuk me në lërë. Ti veç blu. Atë trunin tanë. Të kompliku. Ha? Qka e të blu? Thash që kjo në sen veçantë. Sen e normale, se çdo njeri. S'po të besoj. Ma bash heq nuk po të besoj. Ti sa i ke ki fjellit ma miru kamja që i kishit kryse me menu qysh me arsitu mëra artësat. Me arsitu? Pse me të arsitu? Nuk e di që të këmë bëha diçka. Ja po harron ku po najlo, ana? I kon veri. I taku me Ivanin. U plagos shpëtimin.
Vetë, Luana? Sigur unë mos me egzistu heq. Qka u bo, Luana? E kena njës me majtë më shef tash prej një tjetëri ta? Së më besuat. Kush foli shpëtimja? Nuk ka lidhe kush foli, Luan. Hiq nuk ka lidhe kush foli. Lidhe ka qka i të bot ti. A nuk t'ka dal njëherë balë që i shku të petare ati ke përfundu me javë tana. Dhe kena dita i gjalla, i dek. Ti apo lunë rullet me jetën, Luana? Nuk kena ku u morë me të si tema, me të si sa në palidhje. Kena ku. Edhe jo që kena ku, po kena dhe nevoj më marrë me kësi tema palidhje. Se nuk janë këto tema që apo bëna e mirë që shie që shkalove. Janë tema shumë serioze, Luan, që ujnë me të kushtu me jetë edhe të edhin fërt mirë këtë sanë. Nuk e kom prejtë që të shumë. Aq ma pak në këtë mënyrë. Ason, po ndoshta kjo është mënyra se si jeta t'ju kujton krejt borgjet që si kish lykur. E borgjet cilë është trem? Me më shpëtu tash. Mas krejt këtune viteve ku je konë. Ku je konë kur jeta më ka rejtë gjdo ditë kur më kanë shkel me kom, ku je konë? Kur unë e përmen që amrin tonë veç si mbrojtje në krytem. Nuk jam konë. Nuk jam konë për ty. As aty as kërkont. E çdo ditë të jetës që e kam jetu, e kam pas shpinë peshen e asaj që nuk t'kam kërku. Kështu kam mendu që muj me të mbroj të mos me të afru. Të mos me të rejsh për botën tem. Po në fakt, të kam lënë vetë. Krejt më keni lënë vetë. Babi, ti, ka menu që ti së më lënë kur vetë. Po dikur e pranova, njësa më mësu. Se kur nuk pret, nuk zhgënjesh kur nuk vjen. E duhet me mbjetu, trem. Unë fillova me mbjetu. Nuk e kam di se çka po bëhet me ty. A di sa herë kam shku deri te shtëpia Axhës? Te ajo shtëpi që jemi rrit bashkë. Kam shku me pa dritarën tane se mbas pa vezet në i dritë. Po kam ik prap, Linda. Kam ik se nuk kam pas guxim me dal e me të pa. Me të pa drejnë sy e me të ka dzu që kam dështu. E si jam bo aji që ka dësht Axha më bo. Prej kur i hinë e punëve të rrugës se kom ditë që ki mu bo si babi. Ai kur s'ka dashti mu bo si ajtrem. Asaj, ason. E di. Po shumë shpejt ndodhojnë gjanët. Rruga më habiti, më rëmbej, më ngërkoj shumë. Nuk kisha kohë me mendu për kur gjo tjetër ma djes për ty. Nuk është që kam dashtë ason. Po gjithat peranduri që kishte ndërtu Axha, e ty qysh më dhemt me shemba atë shpejt. E dikur më bani për veti kjo rrugë, një si Axhin. Po tash kam dalë prej si rrugë, Linda. Nuk jam ma i tillë. Nuk merra më me asi punë që jam marrë dikur.
Të me thonë, kjo është arsyeja pse tash më gjete. Edhe pse më gjete para mendimin tënd. Të me thonë, diçka pas ka ndodhë që na bashkë tash me u taku bashkë. Trim, unë nuk po du mu këthy mu atje. Po du me njësë prap jetën tem. Diri tash s'ka pas kush me mbrojt prej Dukës, po tash jeti. Po duhet mu largu një kohë prej Kosovës. Te e një Dukën. Të paktën derisa të qetësohen gjanat. Linda, nuk muj me lëshu njëherë Kosovën. Kam shumë gjana që duhet me kry. Asa për punën e Dukës, e gjeni farë mënyre mu ballafaqu me ta. Tash e kam edhe jetonin, a i mundet me mnimu. E ky djali me ty, kush është? Ajo është jetoni, shoku e më i miri. E tash mune me thanë se e kam si vlla. Jo veç atë, po edhe familjen e tij. Familja e tij më kanë pranu si antar, tyne. Edhe po ndinen si familje. Jetoni ka bërë shumë çka për mu, edhe vazhdon me bë. Në një farë mënyre, ai ka qenë shkaktari që më ka largu për kësaj rrugës. Ai është Jetoni, vllau jam. Orta. Jo bre, Orta Luan. S'ka Orta. E tu majtë sanë më shaftë për me, s'më besohet. Nuk deshta me të përfshi ty. Kjo punë u bua rrezikshme, jo tash. Rrezikshme? Po është zotin e rrezikshme. A din çka është e rrezikshme, Luan? Rrezikshme është më qut çdo ditë lumet zotit, me shku në zyre dhe me shfletu dosja me emnat njerëzve të dekun atë. E rrezikshme, Luan, është me jetu çdo ditë me tupt që një ditë prej ditëve ka me po emnin tanë. E rrezikshme është mos me mujt me jetu asnjë orë tjetës, të menu çdo ditë për gjak, për akmarrje. Çka është e rrezikshme? Orta të lutë na mos... Kjo bre, Luan, heq mos më lut. Heq mos më lut. Ti nuk e ka dënë unë me ditë ku jeti. Po më rranë. Ke thonë që jetë e baci, nuk e konë të baci, Luan. Je shku gati në veri. Je taku me një njëri super të rrezikshëm edhe me kanë? Vetë. Tarzan. Qka e tu menu me bo, Luan? E gare po bënë. Po menon që veç ti dënë hakmarja. Edhe unë e du, po jo qështo. Jo vetë. Ata kujtoj pak çka ka ndodhë, se po m'do këtë ka harru. Ka harru çka ka ndodhë herën e fundit, kur je njësë qështo, kryen vete. E rob ke përfundu, Luan, e rob i petarit. Hej, jeri lin, ta ka jep zotin i shansë dyte, çka don me bote? Këto më këthy prap. Ja po kujton që je i pavdekshëm, a? Jo, nuk po kujtoj që jam i pavdekshëm. Po të thash, nuk do është ta me të përfshi edhe ty. Nuk do është ta më rreziku dytë. Ti e familja jam. Edhe nuk muj me të pa ty të përfundu në dorë të petarit. Ma letë e shë vetën se sa ty. Ti e din që kje punë nuk kam u kry me kaq. Nuk kam u kry pa gjak. Nuk po du mu konë qaj gjak i joti. Familja.
Aso në zdu, më konë qaj qokët. Familja jota, qka e më në ta shlojnë? Asë jam o partnerja jota? Ata është gruja, veç gruja. Shtenën kry, një herë për gjithmonë. Që aty ku jete, jam edhe ona. Pik. Pa i na morë gjithë shka. Na morë fëminin, familjen, kujtimet. Nuk muj me jetu i qetë, sa të është gjallë pëtari. Qa po thu me po? Me jetu si s'ka ndodhë kur gjë? Po, me jetu. Unë po du me jetu. Ti e ka luftën për të vdekun e klanë. Unë po du me luftu për të gjallët. Nëse unë nalë në atash, a i fitën. Kjo ma djekë shpirtin. A i do të me di që ka bu. Kër dalë për bolë ti, no? S'kam mjaftu veç shpjun me fjalla. Kam mjaftu momenti që e këm prit krejti jetën për thonë. Nuk muj mu nalë më arta. Nuk muj. Jo deri sa ajo është gjallë. Qka nëse të thamë se tash ki përgjithësi edhe ndaj dikuj tjetër, jo veç ndaj meja edhe ndaj vetës. Ka diçka që nuk ta kom tregu Luan. Regjes. Babës tanë. Po i rritet familja. U bo bab, Luan. Mëna në trupit tanë po rritet një fmi. S'ka faj për kur qa. Që dërë më rritë me nana, me bab. Nuk e ka pikën e fajt për çka kena hup na. Linda, do shumë u gati se po largohemi për këto. Ke i largohemi, po ku po shkojmë? Po largohemi për këto se nuk është vendi i sigurt këj. E gjem na e vend më të sigur se këj. Aje veç ka fillu me na lyp, për me na gjetë. Ka mundësi që i vjen men këj vend edhe i vjen këtu. Ke, bëhem gati shpejt. Trem. A kemi me konë sigurt? Po. Tash je me mu. Edhe je e sigurt, edhe ki mo konë. Edhe tarma ki mo konë e sigurt. Okej? Trim! Dikush është jashtë. Ti rri këtu se unë e dalek shyri kush është. Rregull? E kun di që s'kime mujt me ik largë, Trim Dëreqi. Nuk kam ikë duk. Me pas ikë nuk ishe mujt me më gjithë këtu. Këthau mrapa duk. Harroje këtë punë. Edhe është ma mirë për të dy partë. E harru këtë punë. Tim njeh mu, Trim. Më ke poshnu. Edhe krejt qyteti e ka morë vesh. E mu më duhet me këthy respektin qytet. Trimi e tha fjallën e ti.
Ktheu mrapa sa është më mirë për dy partë. Që këtë që pike uj. Trim, ku është Linda? Nuk ka lind për ty, ma. Ajo qik nuk ka faj kur gjo. E mbylli me kaq këtë histori, para se me këthy mbrapsh gjithë qka që ke nisë. Ti të më kalzoj mu qka me ba? Kur e prek njerin aty ku s'duhet, e po shnën. Duhesh mi e kalzu venin ku e ka. E sonte, krejt qyteti ka me marrë vesh kush është duka. Nuk i punë veç me trimin. Nëse nuk tërheqesh, ki punë me familjen Gashi. Familja Gashi, as Shqipi një. Kur s'pas nani për ta. Djem. Trim, për hatër të kohëve e kalume, o liardë, nuk mundi me ba kur gjë. Luan, se po bosh egoist, ha din më nalë na herë. Se s'po menon pak për qëtë fmi. Nëse nalna, ata nuk jam unë. Kjo nuk është veç hakmarrje, kjo është drejtësi. Kjo është bërç që s'muj me laj me jetë. A nuk bën drejtësia me konë pa pluma, pa gjaka? A nuk i ka esha që është rreziku me u përsërit e njëjta histori prap? Moj men atë ditë Arta. Kur petari me njerës e ti në erdhen në shpiton. E lepshin bacën. Ahmet. Po baba nuk pranoj ke me dal baci. Dal vetë. Edhe pse e dike. E dike saktësisht që ka me ndodhë. Po ai nuk u tërhëq. Ai vendosi çka është ma e drejtë. Edhe pse shik e vdekjen me sy, ai vendosi me dek për ndirë, për familje. E unë jam sot krenar me atë vendim ti. Unë jam rrita pa ta. Po krenaria që më jep ai vendim bën me harru krejt. Edhe unë du që nesër fëmia jam u rrit krenar me mu. E jam u rrit me një babë që heshti. Po me një babë që e boni çka është e drejtë. Edhe ajo që ju kërku. Fëmia vetë s'ka me të njoftë heq. Ki me shku edhe s'ki më këthy edhe ai s'ka me të njoftë kur. Atëherë të më kujton si një burr që nuk e shiti të drejtën për pak paqe. Nuk muj me i thonën e fëmijës tem, baba jo të më shef prej hakut. Sa një ditë ka me pyet për gjithë shka që ka ndodhur. E jo nuk muj me i kallëzu pralla. Po veç ato që ka u konë për një me. Luan. Herojt, fëmijët i shojnë për filma. Në jetën reale ka nevojë për babë. Edhe nëse nuk më shek korra i mu, një ditë ka me kuptu pse. Jam afër. Jam shumë afër Arta me kry këtë punë me petarin. Me he këtë barë, këtë bërç, me jetu i qetë. Ta shetutje, ti dush me najtë largë çdo veprimi që e bojnë na. Është ti e ki një detyrë tjetër që është shumë e rëndësishme. Po m'ditë. Jeton!
Gjallë jam. Ivani. Alo. Betari sot ka një takim me disa banorë sërbë. Kalon nga rruga që jena taku. Po pret me të besu, Ivan. Po këtë herë du është me besu nëse donë me pas marrëveshje me mu. E ke pas rastin, Ivan. E ke pas. Po nuk dole i besushëm. Qëka po donë tash? E di që ke incizu bisedën tonë ku flasim me rëcu petarin. E kum pranu porosin tone. Tash unë pe e kry punën teme. Në çfarë kohë kalon petari atë rrugë? Sot pas 3 ose 4 orëve, është mundësia e mirë për ty. Nuk e besoj që mundet me pas kësi mundësie. Unë jem në eskortën e sigurisë të ti, këtë që ti e ish shumë letë. Në rregull. Në rregull, e du pjesën tem, se kur të bëhet zhurmë për petarin, policia juve ka me ardhë atë, e tjetin unë du që mos të kapen prej policisë t'juve. Nëse më tra thënë Ivan apet, jo veç petarin. Po dhe ai Beogradu jëtë ka me marrë vesh atin që zemë. Në rregull pra, unë sot e kry punën tem, edhe jemi në rregull, ha? Çka tha? Petari ka një takim sot me do banor serb. Kalon ka rruga ku jem taku me Ivanin. Edhe? Çka tash? Është mundësi e mirë, Arta. Veni është ideal, e kom prit që sa këtë mundësi. Ti beson në njëri si Ivan. As të ka tradhtua? E di. Po Ivanin e kam në dorë edhe ai e din këtë sen. Kështu që s'ka çare kësaj here. Këtë zë i me lëshu që të mundësi. Ke di ana vjen mo ke mundësi. Atë vjen, po menon. Dhe më të angazhonoj kënë. Jo. Nuk bën me shti njerëz shtetit, se manej mundet me tinglu si kur o konë organizu në për shtetit, duhet vetë me kry këtë punë, kështu që është shumë gjazë e marrë dikan për familjes. Zimi. Alo. Ivan, ku je? Mund është me ardhën një shpeshpejt. Që jem me ortën që vojzëm. Jetu ne ka pas një problem për gjatë madhë, u ka mirë në avë. Okej. Çka va? Jetoni pas ka problem diçka. Çfarë probleme? Nuk e di veç ta dësh me ardhë. Dësh me ardhë, ku me ardhë. Qa me bo ardhë. Kuj me shku edhe te familja dhe edhe te petari. Di që nuk mund është Luan. Di Luan. E di që s'mund është me shku edhe te familja edhe te petari. Familja, Luan. Familja vjen gjithmonë e para. Nalë qyri, nalë? Mirë bre jam, mos më prek. Shko mos më prek. Më qëfar gjendje një bokë shtë për jo, që dosh me artë e që dosh me shkute mirë direkt ati. Qëfar mirë ka mërë djallë? Mirë jemi. Unë nuk po ta marrë dhe heq këto, po jetoni insistoj. Shumë mirë keni bo që në artu. Pse otrim? Pse otrim? Mos me natirë dhe neve, kër e keni di që janë i kësi belajë. Vetë jeni shkua. Keni menu që jeni të fort, atë qka, ku i patet mendë. Flamor, thjesht nuk dashta me përzi familjen. E luta jetonin tërheqet, po nuk u mgoj. Edhe ndodhi kjo që ndodhi. Në thira dhe Luani.
Për pak vjen edhe flasim këtë punë më mirë. Çka ke ti Luan? Për neve? Jo. Për juve jetën. Për juve se kjo punë nuk përfundon me kaq. S'muj me përballu në këta. O po mirë mos më marrë vesh baba. Le mos na shet që gjendje. Se merr vesh jo. Tash vjen edhe Luani e flasim për këtë punë. Mirë, pra djem, e kuptum që ka ndodhë. Tash është koha jonë me vepru. Që këj farduka në ka prek aty ku s'duhet. Mos harroni një gjë. Trimi është antari i kësaj shtëpisë. I kësaj familje. Që i bjen në ka prek në familje. Kështu që ai në ka prek ku s'duhet. Kjo punë nuk ba me met me kaq. Duhet me reagu edhe shpejt, bile. Edhe më na njëjtë si Luani edhe Flamuri. Djem, unë i në nderum që më keni bë pjesë të familjes. Amon e di që kjo familje ka probleme tjera të mëdha. Më të mëdha se i dukës. Kështu që nuk du më konë ai që m'ja ushtu edhe një problem tjetër familjes. E nxjerë unë lindën bretje, e gjeni mënyrë, edhe kry me ta. Nuk kem mënyra tjera Trim. Dhe nuk pruna ka të sonte këtu në shtëpi. Ti nuk e gjetë neve kujna ka në zërë mas shumë ti. E tash është koha me të gjetë në ty. Kjo është e vërtetë që ka po thotë jetoni. Edhe nëse na nuk dojna me ndihmu heq, me bë me një baba që s'kena ndihmu, kur ti ke pas nevojë më shumë ti në shtëpisë në Lëndrim. E di gëzim, por prap menoj se është një barë e madhe për momentin. Kisha pas qef që baba mos me morë njëherë vesh. E luta dhe jetoni mu tërheq, po nuk më ngoj. Mirë ka bo që nuk t'ka ngu. Fjalla matët me borni. Fjalla është fjallë në këtë shtëpi o Trim. Edhe nuk e kena njetë mja korit dhe në kësaj shtëpie. Na kena përgjësi për prind tonë. Baba jam ka vdek veç për një fjallë goje. Për me mbrojt nderin, familjen. Qa po thu me bo? Mja korit vorena? Mirë. U kry ky muhabet. Hiq ma lakë se son të e kthejmë lindën në shtëpi, e kthejmë nderin e familjes. Djem, nuk di që ka me thonë më shumë, veç që ua kam borgjë jetën. Familje nuk ka borgjë, o Trim. O son të kësmet, shkujna e kalzojnë ati dukës se kush është familja Gashi.
Ku është Linda? Ku është Linda thyrë me njëherë? Apo e njëta është familjen Gashi, Ma herët nuk e njohe. Gabimin më të madhe ke bon jetë tane që e ngatru me ta. Edhe unë jam pjesë e kësaj familje. O të ndohet diçka me bo. Nuk kanë më të gjithë as eshnat. More vesh? I keni kohë 2 minuta me i prej këto. Ose higjeni gjallë. Qa që shtu kur jemi bashkë, kryen kogja punë të mira. Për këtë familje kam jetën të mbërgjë. Nuk I kur gjë bërgjë, o Trim. E rëndësishme që shkej gjithë shka mirë. E vërtet, Linda është mirë, e pa flakën të odjeg lokali dukës. Kajti, po kur nuk kam pa si lot sinqert. Po jo prej frikës. Trim, ta mërmenen që mundet me pas në lëvizje prej dukës është. Po e nuk besoj, e pa fuqin tonë. Ajo është njeri që I kupton këta gjana. Qërë na nuk e kem bo këtë gjo për akmarje, e kem bo me tregu që kur jemi bashkë. Si familje, muj me bo gjanat noja, të mira. E kisha thonë mos më gëzu sot, fort. Na presin kogja do pun tjera. E kena petarin. Po besoj që edhe me to kena me kry punë shumë shpejt. I vjen rani edhe ati. Veç për ta, duhet më përgatit pak më mirë. Sot dhe pash, sa mirë është me kanë kejtë familja bashkë. Sot nuk u liru veç Linda, po edhe unë. Nuk jam ma gjak I juvë. Po ndjehem si me pas njëtin babë se ju. Ka arkoha tash me I fol gjanët ma detajisht në tavolinë. Barnat e lakit I kem na. Na si lakis po bëhet I gjallë, ato barna mujna na me shfridzu. I shesim se na duhen pare. Po Trim, duhet I shqit ato barna, po dush me gjithë dikon që I blen. Me paret barna mujna me kry shumë punë. Ivanin, granet djatë, petarit e kam dorë. Besoj që për mes tina mujna me dëpërdu veri. Ja, po mirë atëherë. E kena metodën për me hynë veri, për mes barnave. Na duhet në I plan ma I mirë, mandataj për me hynë veri. Apo më nëjë që s'fanda nuk është as momenti, as koha me diskutu për këto. Edhe, në banat ku shka më marë. Këtë qështën e barnave krymë në Trimi. Trimi ka kogja shumë lidhje dhe I shisim pa problem. I mirë vladjem, a e balë person të shihemi pa. Unë po mirë me Lindën për qëtë disa njerëz besushëm. Shihemi pa. E unë po shkejtar, ta, është vetë. Ka nevojë të më.
Ora shkoj poshtrinë pak. Po gjanata, Që shunive sot. mirë. Të ndërrejtë nuk e dhja sepse punina ka shnirë. Nështë që kemë krejt bashkë, shru do këshmë që të pathyshëm. Jemi të pathyshëm se kërë familjat bashkë, jemi të pathyshëm. Shumë më ki po qefe sot. Do bashkan gjithë, erdhe me neve. Ko që do bëhë këse kishë rënda, se ku më pritish. Mo më në qefin, ha? Jo. S'ka s'puna me ty kësha marra. Se që ako më në më shumë se ti. Kur që? Na ke përfasu tonë me sonte. Edhe më ke po fort krenar. Jam krenar me ty këse. Jam krenar që të kom punon. Ashta unë i kam do vllazënj që më ka shtru rrugën mirë. Edhe jetonës ke këtë sonte. Kreti miku. Nuk e ki i sa mirë më nja. Më doj vetja si një adoleshent, si një djali ri, si mos më kom babë. Edhe si kur shkoj mirë e tjerë që ja kam guzë vlonë. Mos me trajt fort unë i ma mirë. Të këtu një rast kërë të pata thirë për një anën që më mreke. Që së më kujtova. Fakta si më ka rej mu, po ma ka ngutë simpatim, po ko maj ma sonë dhe më dash me të rajë ty me ta që kam rej mu. Qysh? Po që ata më këshërgaj mu si budalë si për reja. Po dhe. Që të mone konë shërë. Dise më i vogri i shpis, po ma shërë i vogri. Ja morë, ti më ke përdojë shumë 100 herë të baba. Fishe për marë për qezë kësimin për shëtitje dhe më të që kërna bashkë më shoktu, edhe në këtë sen shumë mirë. Ama, ti të këmarë se ti ju pëlqeshë qikave, jo në. Për që ta të këmarë. Ja, për që ta, po. Edhe më kërë shvizu mirë, shtu farë, super. Kërë se kërë shvizu rasin shumë mirë. Delë shumë bashkë, ja, najnë umër, ja, diqka ja mashë edhe. Që fa jetë, që as kësha e më kone dhe njerë që ja. Krejtë bot tjetëra. Si një bot pa gajle. Mash. Nese, e pim ka në kafe, flamur. Vali janë gjëmë tash. Ja, jo, kafe t'i që sonë sontë. Hajtë pëdu një për ti, që më së dërë. O të më tamë, ja, që fara vidarë. Flamur. Jo. Ki dhe antarë tjerë të familjes, dami kish me kanë shumë maj madhë. Del shfaqo. Del para me. Ose basi para thmive të mi. Fmit. S'ti kom vra fmit, Flamur. Veç kom dashti me kuptu që nësë i vrojnë njerës të pafajshëm. Për që ata dhe ku mardë sot këtu, me gjithë në i kanë që nashta ka pak faj, a edhin kush ka pak faj. I meqëm, gzimi pro. Pika jote e dopë ka pak faj për ato që ka ndonë. Ka mujtë më të nalë, po se ka bo. Kështu që tik, tak. Gudzëm me ma prej gëzimin pa kalu mi truftane. Në gudzaj. Hajde bë në burë dalim bashkë boj Muhammed. Hajde bëlla faqomi si burat. A mund është me dalë? Gudzaj, Flamur. Hajde del shfaqo. Lutëm del shfaqo. Unë të kumë thonë që ku më të bo pjesë i jetës tonë. Di. Ku më të bo me menu që ka ke bo. Tik, tak. Hajde meru me mu.
Unë e ti e kemi problemin bashkë, e doj bashkë. Vish dil. Që ato kafe mund më ftofë sonde flamur. Nashta është kafja fundit për gëzimin, kur si ti jetë. Nuk u zëmë ma prej gëzimin, pa kalu mi trup temin, hajde del para me. Del para me. Del bolu burë para me. Gëzim! Nuk u zëmë ma prej gëzimin! Nuk u zëmë prek! Nuk u zëmë prek! Nuk u zëmë prek! Del! Del rëp! Del rëp krejt qka ki, del!